Instituti i Sigurisë Ushqimore, Ministria e Bujqësisë garanton që kjo sipërmarrje të zbatojë të gjitha kriteret e kërkuara në monitorimin për sëmundjet infektive. Kemi planin për kontrollin e salmonelës, kemi planin kombëtar për kontrollin e mbetjeve dhe garantohet që prodhimi i kësaj sipërmarrje është bio. Praktikisht, përveç cilësisë, garantohet siguria. Gjithë cikli është shumë miqësor ndaj konsumatorit dhe veza që prodhohet është një cilësie shumë të lartë. Dhe kjo natyrisht është një krenari. Ajo që ne synojmë edhe me këtë certifikat që është vula cilësisë që Ministria e Bujqësisë u jep sipërmarrjeve të suksesshme, ne synojmë që së shpejti të hapim eksportet për vezën e freskët në Bashkimin Evropian. Misioni i parë i ardhur nga Bruxelli, nga zyra qendrore e veterinarisë, dha një lajm shumë pozitiv, i cili shpresojmë të konfirmohet edhe në misionin e dytë dhe pularia dhe jo vetëm pularia, por prodhimi i vezëve të Shqipërisë do të njohë një perspektivë të re, sepse do dalë në tregjet europiane. Janë të gjitha mundësitë që kuota e prodhimit të dyfishohet. Dhe unë nuk e shikoj të largët ditën kur nga 300 milion kokra vezë në vit, që është prodhimi vjetor i gjithë Shqipërisë, ne ta çojmë në 600 milion, sepse këto janë potenciale akoma të mëdha dhe të pashfryzuara që do të bëjnë realitet me hapjen së shpejti të eksporteve. Ky është një lajm shumë i mirë. Sektori i shpëndarisë do të zhvillohet jo vetëm për vezë, për shpend për vezë, po dhe shpend për mish. Ne jemi shumë të investuar në këtë drejtim për të inkurajuar investimet e investitorëve vendas, por edhe atyre të huaj për të shtuar brojlerat, shpendët për mish. Në përgjithësi, ky vit do të jetë një vit i cili do të jetë një vit i blegtorisë, përpos faktit që ju e dini që sektorët të tjerë të bujqësisë, sikurse janë pemtaria dhe perimet, po zhvillohen intensivisht, sepse vetëm vitin që kaloi ne kemi pasur një 30% rritje të sektorit në kuptimin e eksporteve në vendet fqinj dhe në vendet e Bashkimit Evropian. Sfida jonë e këtij viti është shpëndaria, prodhimi i vezëve, prodhimi i shpendëve për mish dhe njëkohësisht blegtoria. Një hovë të madh do të ketë padyshim edhe prodhimi i qumshit dhe për këtë ne jemi të investuar që të rrisim ofertën e organizuar të prodhimit të qumshit. Pra shumë shpejt ne do të lidhim kontratat për fillimin e investimeve të mëdha të fermave blegtorale me numër krerësh deri në 3000 krerë lop qumshi dhe me një prodhimtari vjetore 9000 litra. Kjo do ta bëjë ofertën e qumshit më të organizuar dhe ne synojmë që edhe në prodhimin e qumshit ta përmbyllim situatën dhe Shqipëria të bëhet plotësuese e nevojave të saj dhe pse jo edhe të eksportojë. Pra, kjo është një përqasje jonë e re, është një objektiv i cili është plotësisht i mundur dhe pikërisht kjo sipërmarrje tregon se çfarë potencialesh të mëdha ende të pashfrytzuara kemi ne në zhvillimin e shpëndarisë. Unë më lejoni që të përgëzoj sipërmarrësit Edin, me cilën kemi një bashkëpunim të shkëlqyer dhe ta garantoj që ne do të jemi në krah të sipërmarrjes, në krah të këtyre iniciativa dhe jemi krenar natyrisht që kemi teknologjinë më të avancuar që unë modestisht mund t'ju them kam shëtitur edhe në vendet e Bashkimit Evropian dhe sigurisht një sipërmarrje e tillë krenon edhe ato vende, jo vetëm ne që ende e kemi ambicie për të bërë pjesë e kësaj bashkësie. Faleminderit zoti kryetari i Kuvendit, faleminderit zoti Panariti për gjithë mbështetjen e madhe që na keni dhënë.